Zakonisht njerës kum takojnë prej si më konë edhe ma e madhe, kom di mandej të thonë, po kjo të ka sa pika e vogël. Po, edhe në shtëpi? Po, jam shumë tip i qetë. Nuk jam ashtu, vetëm kur jam, na i thojmë tatami, sikur në rregull ose ndeshje, jam krejt tjetër person, kështu që në jetën reale jam shumë e qetë, edhe zakonisht njerës kum takojnë prej si më konë edhe ma e madhe, edhe ka ndodhë që i kom di mandej të thonë, po kjo të ka sa pika e vogël. Se shohin që... Tipike kështu shqiptare, që kemi na... Po jo, mos më pengon as pak, kështu që po, njerës të më shohin ndryshe dhe ju dalë pak ma ndryshe. Kur mundemi me pa Distria nervoz? Kur mundemi me pa me disponim shumë të keq? Ose hajde në shpe, në shoqni, Distria me rrethin e saj të ngusht, çka mundet me acaru? Që ndoshta medalja ajo tamam që është në ring, e ashpër. Nuk e di, kom qenë pak ma ndryshe kur jom ko ma re, nuk kom toleru shumë gjana, Apo? Po tash shumë për arsytoj njerës për veprimet që i bojnë, ose dikush nëse nuk sillet mirë me mu, unë shkoj i mendoj, po ndoshta e ka një arsye. Jeni shumë empatike, Distria. Po, shumë empatike jom bo gjatë kohës, gjatë viteve, se nuk kom qenë, kom ndryshu shumë edhe jom bo shumë natyrë e butë. Ke qenë shumë ma e ashpër kështu në atë kuptimin edhe si ma rej, po thu, ma me emocione, ma e gjallë si tip, kokfort? Po, jom ko ma kokfort, po. Tash kom ndryshu shumë. Ndo njerë po më pëlqen, po ndo njerë... Që të janë nga njerë, di me qenë bajagi e kështu e rëndo të tjere. Edhe di me keq përdor. Ato është keq përdor, Distria? Hajde, realiste. Shumë rëllë. Ndoshta po... Ke pas fat në këtë pjesë? Ke pas fat në këtë pjesë me pas njerëz shumë të mirë, po them, afër vetës, dhe pse se cili për neve i kemi ato zhgënjimet rrugës dhe që din me i keq përdor, po... Po, une kom rretin shumë të ngusht, edhe nuk kam shumë shoqni, zakonisht shoqnona me shoqet e klubit, edhe me motrat e mia, me familjen, kom një familje të madhe, jemi 5 motra, një vllak, kështu që e kom një rreth të ngusht edhe gjithmonë që ndroj edhe ri me njerëz që më dojnë edhe kanë qef me pa suksesshme, kështu që nuk kom pas edhe aq shumë shkëndime. Kemi me folë edhe përmend edhe motrat, kemi me folë pak për familjen, po çka desha në fillim me nis, po ja kështu është muhabeti spontan edhe rrjedhin temat ndryshme, kur dëgjon shumë fjalë të mëdha për ty, tituj, intervista, lajme, njerëz që të vlerësojnë edhe shohin atë Distrien të pathyeshme, fjalë tepër të mëdha, kampion në bote, gjithçka tjetër. Çfarë ndjesish ke Distria në ato momente, apo ndjesh nga njerë e detyrume me qenë e fortë dhe kur s'je? Kur i dëgjon këtë ato fjalë bukura që njerëzit i thonë për ty? Po, normal që ndina shumë mirë, sidomos kur njerëz të ndalin rrugë, ndonjëherë harroj edhe që njerëz të njohin, po e shoh që tash sidomos kohët e fundit, me thonë që secili person një kur dalë rrugë edhe ndalin, edhe gjithmonë kam fjalë të mira dhe komente të mira, kur nuk kom pas diçka keq që me thonë me m'ull poshtë ose me m'bo mundi keq, kështu që jam shumë e lumtur që sa do pak pi bëj njerëz krenar përveç familjes dhe rrethit ngusht që pi bëj edhe gjithë shqiptarët kudo që janë krenar me performancat e mia